që morë fjalla padrejtisht. Faleminderit zoti Matoshe për konsideratën. Mendoj që me këtë zhurëm jo veç për myt një debatin. E vërtet. Zoti Pyqyshi pa këtu hirë s'ka fol. Fare s'ka fol edhe që me një herë pjapi fjallën dhe ju lus mos ja merrni fjallën. Se edhe ashtu është marrall këtu. Kem pak respekt. Çfarë po mendoj që këtë opozitën e vogël po e pengon është se kryeministri Kurti ka vu standard se nuk do të ketë më kryeministër, siç ka qenë Ramush Haradinaj me 8% dhe nuk do të ketë president vendit nëse derivon nga subjektet politike sikur Lumir Avdigjiku dhe subjekti i tij politik Lidhja Demokratike me 13%. Kur ka qenë Prandaj kur ka qenë Ramush Haradinaj me 8% kryeministër. U morën vesh. Po ja, ka qenë në kohën e Ponit atëherë. Jo, çuçi do të 8%. Pa ka qenë 8% më herë. Më të lut nga gënjeshtër. A ka shku koalicion para zgjedhur? A ka shku koalicion para zgjedhur? Kronologjikisht e ki a kënd gjatë gjithë kohës Çuçi do presidentin e një koalicion para zgjedhur. Nga vetë vendosje. Qështë donë përshindjen e partisë tonë. A në Kurti u bërë kryeministër, pa qenë vicepresident. A është bërë kryeministër. Falë për ty sheni, po jepi. Govës ka pas. Jepi. Ajo ka qenë me trenorit. Ajo ka qenë me A ka qenë kohën e trenorit. Me Kornis Konstitucion. Prej pavarësisë nuk është bërë asnjë kryeminist në Kosovë. Pse po kthehesh te pavarësia po del knajti, vazhdoj çati po ku po Konstituci ka qenë. Ty nuk po pëlqen, unë pesha. Nuk pëlqen kjo që po e thëni ne. Le ta lëm ta përfundoj Pyqyshi, lutem marrë.